Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kosovës do të hiqen të gjitha sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian duke nisur nga muaji janar. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti Vjosa Osmani, i cili mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot. Komentet e presidentes Kosovës gjetën mbështetje dhe nga kryeministri Edi Rama. Shefi i qeverisë shqiptare përgëzoi punën e bërë nga numri 1 i shtetit në Kosovë. Kjo grup ka qenë jashtëzakonshme sot. I ka zhbloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Dhe drejtë që thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është merita e kësaj 100% bravo të qof. Ju di që unë s'të du, po realitetin do të pranë. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke publikuar një fotografi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, konfirmoi se Bashkimi Evropian do të lëvizë me heqjen e masave ndaj Kosovës fal transferimit paqësor të qeverisës lokale në veri të vendit pas zgjedhjeve të fundit. Fal kësaj, më vjen mirë të njoftoj se ne do të lëvizim përpara për heqjen e masave ndaj Kosovës. Ne do të programojmë 216 milion euro asistencë financiare dhe synojmë që të lëshojmë 205 milion euro në fillim të vitit të ardhshëm, deklaroi zyrtare e lartë europiane në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian liron mjetet financiare për 4 projekte destinuara për Kosovën. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës në detyrë Besnik Beslimi njoftoi vendimin e Komisionit Evropian në kuadër të heqjes së pjesshme të masave ndëshkuese. Pas konfirmimit të vendimarrjes përmes një letre nga drejtori i përgjithshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Gerd-Jan Koopman, numri 2 i qeverisë në Kosovë informoi se bëhet fjalë për projekte lidhur me programet IPA në vlerë prej 34.6 milion euro. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa paralajmëroi se zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave. Këto komente Costa i bëri pas përfundimit të samitit BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Sa i përket Kosovës, ne përshëndesim hapat e ndërmarrë për ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të jenë një moment kyç për konsolidimin e reformave dhe për një angazhim konstruktiv në rrugën drejt anëtarësimit evropian, u shpreh Costa. Ai tha se ky takim paraqet rastin më të mirë të vitit për të rikonfirmuar forcën e marrëdhënieve BE Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian vlerëson se mungesa e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të pengojë të dyja palët në rrugën e tyre europiane. Reagimi vjen në deklaratën e Brukselit e miratuar në samitin BE Ballkani Perëndimor. Në të thuhet se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të zbatohen, ku në veçantë është marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i saj. Në samitin e Bashkimit Evropian, këtë herë Serbia refuzoi të marrë pjesë. Bashkimi Evropian paralajmëron takim tjetër të nivelit të lartë në dialogun Kosovë-Serbi. Takimi i fundit ndërmjet Besnik Beslimit dhe Petar Petkovicit, kryenegociatorët e dialogut Kosovë-Serbi, përfundoi pa rezultat më 11 shtator në Bruksel. Sa i përket dialogut Beograd-Prishtinë, Kallasi do të thrasë një takim të nivelit të lartë sapo situata ta lejojë, thuhet në përgjigjen e Bashkimit Evropian pas interesimit të medjave. Ish kryenegociatori i dialogut dhe ish ambasador kanë paralajmëruar se procesi mes Kosovës dhe Serbisë mbetet i bllokuar deri në formimin e qeverisë së re, pasi ndërmjetësit ndërkombëtar janë në pritje të krijimit të institucioneve legjitime për të rifilluar bisedimet. Presidenti Vjosa Osmani, intervistë dhënë për Euronews në Bruksel, deklaroi se rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian po e përkeqësojnë komplikimet politike. Kreu i shtetit deklaroi se nëse do të zbatojë kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një nga vendet kryesuese deri tani në procesin e anëtarësimit. We strongly believe that while it's a very complex process, if the merit-based criteria is used, Kosovo actually would have been a front runner by now. But it's complex in our case additionally because of the 5 non-recognizers, who we truly do hope will understand that having Kosovo as a member of the Union, it's not just at the benefit of the people of Kosovo, but it's a strategic imperative, it's a security imperative for the entire continent. Ne besojmë fuqishëm se ndonse është një proces shumë kompleks. Nëse do të zbatoj kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një ndër vendet kryesuese deri më tani. Por rasti ynë është më kompleks dhe për shkak të 5 vendeve mosnjose, për të cilat ne shpresojmë sinqerisht se do ta kuptojnë se ta kenë Kosovën si anëtare të Unionit nuk është vetëm në dobi të qytetarëve të Kosovës, por është një imperativ strategjik, një imperativ sigurie për të gjithë kontinentin, deklaroi Vjosa Osmani. Autoriteti kosovar i konkurrencës u bëri thirrje bizneseve
të ndalojnë çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Në të kundërt paralajmërohen pasoja. Rikujtojmë se çdo marrëveshje, bashkërendim apo veprim i njëanshëm ndërmjet bizneseve që ka për qëllim ose efekt rritjen artificiale të çmimeve, ndarjen e tregut, kufizimin e konkurrencës apo abuzimin me pozitën e përbashkët dominuese, përbën shkelje të rëndë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe është subjekt i sanksioneve ligjore, thuhet në reagimin zyrtar të autoritetit kosovar të konkurrencës. Autoriteti nënvizon se çmimet duhet të reflektojnë kushtet reale të tregut dhe jo marrëveshje të ndaluara, sjellje spekulative apo shfrytëzim të pozitës së përbashkët në treg. Hapet për qarkullimin e këmbësorëve ura e re mbi lumin Ibër që lidh Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut të banuar me shumicë serbe në Kosovë. Ura e re u përurua nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ushtruesi detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysén Dermishi dhe kreu i Mitrovicës së Jugut Faton Peci. Kurti tha se me hapjen e kësaj ure për këmbësor rritet qarkullimi dhe ka më shumë lëvizshmëri në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani shfrytëzoi takimin me kryetarin e ri të komunës Mitrovicës së Jugut Faton Peci për kujtuar se Mitrovica dhe Veriu vendet janë toka shqiptare dhe se trashëgimia kulturore ilire në pjesën e Veriut është dëshmi e saj. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve dhe vetë trashëgimia kulturore ilire që shihet kudo në pjesët veriore, sado të largëta brenda territorit tonë është dëshmia më e madhe e kësaj. Për Osmanin, bashkëpunimi ndërinstitucional është i domosdoshëm për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, duke theksuar rëndësinë politike dhe strategjike të Mitrovicës për shtetin. Ky qytet, qyteti ku jemi rritur, ka potencial të jashtëzakonshëm. Siç e përmendi kryetari, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore që ja ka falë Zoti, por edhe për shkak të traditës që e ka, për shkak të potencialit që e kanë njerëzit e Mitrovicës në çdo fushë dhe për shkak të historisë që e ka. Tani, sidomos gjeneratat e reja, presin që të ecin përpara, presin që të zhvillohen, presin që të krijohen vende të reja të punës me perspektivë. Komunat me shumicë serbe në veri të vendit të riqen nga asociacioni komunave të Kosovës. Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku pritet të bëhen pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe. Vendimi vjen pasi lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës që mbështetet nga Serbia, e riktheu pushtetin në këto 4 komuna pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralajmëruar në fillim të dhjetorit se do t'i rishikoni vendimet e marra nga kryetarët e deri tanishëm shqiptar. Ata paralajmëruan një shqyrtim të hollësishëm të gjendjes së trashëguar juridike dhe financiare në mënyrë që në periudhën e ardhshme të merren vendime në përputhje me ligjin dhe në interesin më të mirë të qytetarëve. Aktualitet. Gjykata Supreme në Kosovë rezolv vendimin e Këshillit Prokurorial për shkarkimin e Besim Kelmendit nga detyra ushtruesi detyrës së kryeprokurorit. Gjykata e vlerësoi të kundërligjshëm shkarkimin e tij. Në njoftim për media, gjykata tha se e ktheu lëndën e Këshillit për rishqyrtim. Kelmendi u shkarkua muajin e kaluar pas raportimeve se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, pretendime të mohuan nga ish kryeprokurori. Mbarvajtja e procesit zgjedhor në Kosovë dhe roli i Gjykatës Supreme në këtë proces ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Gjykatës Supreme Feyzullah Rexhepi dhe ambasadorit të Britanisë së Madhe Jonathan Hargreaves. Kryetari Rexhepi shpreu bindjen se edhe në zgjedhjet e parakohshme kombëtare të 28 dhjetorit do të ketë një proces të drejtë dhe demokratik, për të cilin po kontribon dhe Gjykata Supreme përmes vendosjes së drejtë dhe trajtimit në kohë të ankesave. Ambasadori britanisë, duke vlerësuar rolin e Gjykatës Supreme në këtë proces, e falenderoi kryetarin për punën dhe ritheksoi mbështetjen e Britanisë së Madhe për Gjykatën Supreme dhe të gjithë sistemin gjyqësor në Kosovë. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngra këtë akuzë ndaj të pandeurit Ramadhan Morina në ndyshimin e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Ai akuzohet si bashkautor në vrasjen e 34 civilëve shqiptar. Kjo ngjarje ndodhi më 31 mars 1999 në burim të komunës së Malishevës. Morina akuzohet edhe për pjesëmarrje në shkatrimin e pronës, dëbim masiv të popullsisë civile dhe plaçshkitjen e pasurisë së rreth 1000 qytetarëve të cilët nuk ishin të përfshirë në luftime, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kosova nënshkruan marrëveshje me prodhuesin amerikan të industrisë ushtarake AM General për blerjen e sistemeve moderne të artillerisë lëvizshme Humvee Hawkeye 105 mm. Ministri i Mbrojtjes Eyub Maqedonsi njoftoi të mërkurën se me këtë blerje ushtria është në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për goditje në distanca të larta.
Ai e vlerësoi marrëveshjen si hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës dhe për ndërtimin e një ushtrie moderne të aftë, të gatshme dhe ndërvepruese me aleatët strategjik të vendit. Prodhuesi amerikan tha në një njoftim në websajtin e vet se Kosova pritet të pranojë sistemet e para brenda 2 viteve të ardhshme. Gjermania mbetet e përkushtuar për të mbështetur stabilitetin dhe paqen në rajon. Deklarata vjen nga sekretari shtetëror i Ministrisë Federale të Mbrojtjes, Jan Stop, gjatë një vizite që i bëri trupave gjermane të KFOR-it të Kosovë. Sekretari i shtetit shpreu mirënjohjen për përkushtimin, profesionalizmin dhe angazhimin e burrave dhe grave që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it. Nga autoritetet gjermane u ritheksua se Gjermania mbetet e përkushtuar fuqimisht për të mbështetur stabilitetin, sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në rajon përmes pjesëmarrjes së saj në misionin e KFOR-it. Nderohet lufta e UÇK-s në Kosovë. Me rastin e 27 vjetorit të rënies së 41 dëshmorëve të kombit bashkë me komandantin e brigadës 113 Mujo Krasniqi, u mbajt një akademi përkujtimore ku u nderua sakrifica, heroizmi dhe vepra e dëshmorëve që ranë për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavit Jashari, u shpreh se lufta e UÇK-s është e drejtë dhe çlirimtare, duke kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-s që mbajnë në hak. Ndërsa general Daud Haradinaj përmendi se rënja e Mujo Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve të tij ishte humbja më e madhe, por dhe burim force dhe frymëzim për UÇK-n. Sot Muja dhe bashkëluftëtarët e tij janë shtylla e Kosovës së lirë. Ata janë në çdo cep të Republikës sonë. Në lirinë që jetojmë çdo ditë, në shtetin që ndërtojmë në emrin e tyre. Emri i Mujës u bë bajraki brigadës 113, ku në shumë betejë të përgjakshme u lartësu figura e tij. Kjo brigadë, pra 113 e Muji Krasniqi, e udhëhequr nga komandanti Hysni Shabani, u kthy në tmerrin e kundërsërisë. I pranishëm në takim, kryetari BDI-s Ali Ahmeti shtoi se lufta u fitua, por sfidat kombëtarisht nuk kanë përfunduar, duke kujtuar veprimet anti-shqiptare dhe propagandë që vazhdojnë të rrezikojnë identitetin shqiptar. Qarqe anti-shqiptare që historikisht kanë vepruar, punuar kundër kombit e gjakut shqiptar, janë akoma aktive dhe kjo po shifet në të gjithë proceset e brenda 20 viteve që kanë ndodhur, procese që për bazë kanë të tërë propagandën dhe shpifjet që i ka bërë Rusia dhe Beogradi, politika slave për zhdukjen e identitetit shqiptar. Për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie. Komentoi kryeministri Edi Rama gjyqin ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi në akt. Pak para takimit me ish-kreu në ÇK, Edi Rama vlerësoi se kjo është shkelje të gjitha normave të procesit të rregullt ligjor. Shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregullt ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë. Kryeministri shpreson që vitin e ardhshëm të lirohen të gjithë ata që nuk bën asgjë më shumë përveç se mbrojtën lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Unë dua shumë të besoj se në fund e drejta do të fitojë, dhe këtu nuk ka 2 apo 3 të drejta, këtu ka vetëm një drejtë, që është drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, e martirëve. Ishte Edi Rama. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.